Ne nuk e dim ende se sa udhëheqës janë ftuar nga presidenti Trump në kohë e kapacitetet të ndryshme apo do të ftohen për t'u bashkuar nismës së tij globale, por dim me siguri që as në Argjentinë, as në Turqi, ku udhëheqësit e atyre vendeve ku më të mëdha se sa vendi ynë e kanë njoftuar publikun për ftesën, nuk ka pasur kurfar debati mbi madhësinë e numrit të antarëve të bordit paqes. Përkundrazi, përfshirja e vendit ndër të ftuarit është konsideruar diçka pozitive, e mirëpritur dhe e pranuar me falënderim. E nëse për ato vende dhe të tjera në përmasat e në peshën e tyre të madhe gjeopolitike, kjo është diçka pozitive, për Shqipërinë e vogël, kjo është diçka e jashtëzakonshme, me një përmas e peshë historike. Bordi i Paqes përfaqëson një qasje të re, të ndryshme nga modele tradicionale të trajtimit konflikteve dhe mekanizmat ekzistues të menaxhimit të krizave. Ai lind në një kohë ndryshimesh të mëdha për botën dhe ofrohet si një prirje e re që sfidon inercinë në terrenet e konflikteve të shtresëzuara me dekada të tëra, duke synuar ndërtimin e një paqe që funksionon dhe i reziston kohës. Ne shohim këtë nismë si një përpjekje të fortë dhe fisnike për të shkuar përtej deklaratave politike apo angazhimeve formale në kërkimin e zgjidhjes së qëndrueshme të konflikteve. Përvoja jonë si vend që ka dalë nga një errësirë e thellë, ka lënë pas raporte të vështira dhe ka investuar në paqe, në bashkëjetesë, në bashkëpunim rajonal pa kufi, por më lejoni të shtoj, edhe modeli ynë i jashtëzakonshëm i bashkëjetesës fetare janë një vlerë e shtuar që Shqipëria do ta çojë në tryezën e lartë të bordit të paqes me statusin e antarit themelues, i cili jep Shqipërisë një mundësi historike në formësimin e vizionit, parimeve dhe zgjidhjeve të bordit paqes në të mirë të njerëzimit.